Përpara se të fillojmë emisionin që kemi përgatitur në sotme, me që përfitoj nga rasti me që zonjën Lala e kam në studio, unë do të bëj një pyetje dhe ti institucionet e drejtësisë dhe të policisë i frekuenton vazhdimisht. Pronari i televizionit MCN TV, Endri Meksi, ka bërë një kazëzim në polici dhe në prokurori për një kërcënim serios të ndodhur brenda ambienteve të televizionit. Ka ndonjë përgjigje për këtë gjë ajo? Mbrëma, zoti Rakipi, është e vërtet që zoti Meksi ka bërë një kallëzim penal, fillimisht në polici dhe më pas në prokurori. Ai ka pretenduar për një kërcënim të mundshëm ndaj tij në ambientet e televizionit, ku sigurisht ushtrojnë profesionin e tyre gazetarë dhe profesionistë të tjerë. Kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që heshtja institucionale është shqetësuese dhe pretendimet e zotit Meksi, por edhe të punonjësve të tjerë, siç mund të jenë që nga montazhierët, gazetarët e tjerë, do duhet të merren shumë seriozisht nga institucionet e drejtësisë, do duhet që, dhe këtë gjë e kam thënë në të gjitha rastet, cili do qoftë personi që ka bërë kallëzimin, do duhet që të ketë një reagim të shpejt institucional, që nga marrja në pyetje e personave të cilët mund të kenë DNI, që nga marrja dhe sekuestrimi i pamjeve filmike, që nga kthyrja e qelizave të telefonit dhe veprimet tjera hetimore, që mendoj që në secilin rast, përfshirë dhe në rastin konkret, i shërben të vërtetës. Heshtja institucionale në fakt nuk duhet të jetë një opsion, por do duhet jetë alarmuese për secilin rast, sepse ne shpesh i kemi relativizuar ngjarjet dhe rastet, dhe të nesërme na ka ndodhur histori edhe më të rënda, për shkak se institucionet nuk e kanë marrë seriozisht një çështje dhe nuk kanë vepruar në kohë. Avokat, rastisht jemi dhe bashkë, se ti ke qenë prokuror, të pyes si ish prokuror, prokuroria në këtë rast çfarë bën? Kur paraqitet një kallëzim penal nga një shtetas, patjetër që prokuroria ka 15 ditë afat të verifikoja kemi të bëjmë me vepër penale apo jo, regjistron procedimin dhe sigurisht me urgjencë para tjetë të tëra të dhënat e saj për sa i përket veprës penale dhe mënyrën se si do të kryen hetimet nga policia gjyqësore. Sa më shpejt të kryen verifikimet, aq më të mira i gjen provat, aq më objektive i gjen provat, aq më afër jetë vërtetës. Presim që policia dhe prokuroria ta zgjidhë të problem dhe të të një përgjigje. Çfarë ka ndodhur realisht? Se nuk ka dhe kuptim. Përgjigje vetme është në rast se kallëzon dikush që mund të është, po themi, një person që ka diçka në dorë, ka një media në dorë, ka një status, një rol në shoqëri, edhe zvarritet një kallëzim i tillë, mendo se çheqin qytetarët e thjeshtë që mund të bëjnë një kallëzim. Domos kur është një kallëzim për kërcënim. Qartë. Ka kallëzime. Kallëzimi pasaj se për çfarë vepre është mund të jetë dhe më tej. Jo, mund të jetë dhe më tej, prokuroria e person. Unë si qytetar perceptoj që është kërcënim. Prokuroria mund ta vlerësoj që mund të jetë dhe më tej, mund të jetë dhe më thellë, mund të jetë dhe më lehtë. Po. Faleminderit, presim të urojmë që prokuroria dhe policia ta zgjidhë problem se nuk po zgjidhen luftra dhe gjëra të tjera të rëndësishme të mëdha dhe jo gjëra që ndodhin në gjëra të tilla. Sidomos kur hyn media në mes, cilat do të qofshin pretendimet e zotit Meksi, institucionet e drejtësisë shqiptare duhet t'u japin përgjigje. Qoftë edhe për ju si gazetarë që ushtronin profesionin këtu, duhet dini të vërtetën. Pse janë këto pretendime dhe prandaj duhet ketë një hetim të plotë dhe gjithanshëm. Nderuar të shikues, kalojmë me idenë që do të ketë një përgjigje sa më të shpejtë për këtë gjë që ne folëm deri në këto minuta, kalojmë në emisionin për mbrëmjen e sotme. Në pjesën e parë të këtij emisioni, ne do të flasim për disa çështje që lidhen me drejtësinë. Sot është mbledhur gjykata e lartë për të riparë praktikën për masën e sigurisë arrest me burg. Për të thënë të vërtetën, ne kemi thënë vazhdimisht në studion tonë, shumë njerëz në Shqipëri kalben në paraburgim. Përpara se të shkojnë në burgim, avokat, kalben në paraburgim. Do të rëndom, edhe për gjëra fare të rëndomta. Dhe ju e shtruat gabim, se ky është thelbi. Para se shkojnë paraburgim, shkojnë burgim. Kush tha që duhet shkojnë burgim një? Po kur i çon në paraburgim, patjetër rezultatin e kanë burg. Këtë sot është mbledhur pra gjykata e lartë, këshilli Kolegjet e Bashkuara. Kolegjet e Bashkuara, jam mbledhur Kolegjet e Bashkuara, fjalë e madhe. Janë të gjithë antarët e gjykatës së lartë, pra dalin të gjithë antarët e gjykatës së lartë dhe marrin përshkrutim Kolegjet e Bashkuara që marrin janë mbledhur Kolegjet e Bashkuara, unifikimin e praktikës. Kanë biseduar gjëra gjatë dhe Klod Lajë na shpjegoi se çfarë janë bisedimet e tyre, ç'folën sot, nuk kanë marrë një vendim,
nga Sekretaria e Gjykatës redaktorit tonë, Zotit Rozhani, kërredaktorit, i thanë, i konsideruan që do të jepni një datë nuk e kanë të në akoma këtë, Ka në fat një muaj. Ka në fat një Por muaj, besoj dhe me që për thënë, shkak të rëndësishmës vazhdojnë, këse paraburgim ata vetë nuk janë paraburgosur. Pra, Baroj vendimi e dollën gjithë. do ketë një vendim më pas. Pra, nisma që ka ndërmarrë Sokol Sadushi duket që ka për qëllim lirimin e të burgosurve ka një ide, sidomos të opozitës, dhe doli opozita me shumë forcë, tha që Sokol Sadushi, thoshte, dhe Berin Këlliqin pashu në një moment, thoshte, është pionier për lirimin e i Kryetarët Bashkisë, ose Kryetarët Bashkisë, sa ishtë në detyrë, Erion Velis. Pra, është akuza që kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi ka për qëllim lirimin e të burgosurve VIP, Erion Veli në krye, dhe jo të fakirëve të shkretë që si që thamë janë kalbur në paraburgim, dhe askush nuk është kujtuar për ta. Ka vite të tëra që nuk është kjo ka që nga viti 2011, apo ja? Edhe më parë. Më përpara. Për këtë do të diskutojmë pra pjesën e parë. Po në këtë pjesën do të flasim për një proces mjaft çuditshëm, nderuar shikues, çuditshëm shumë preç. Erion Veliaj ka hedhur një gjyq prokurorin, që prokurori që prokuron Orsdadon, dhe më shumë veten e gjyqet e Orsdados ky, Erion Veliu, dhe në të vete nuk vete. Nuk shkel aty. Vete vetëm të kjo Orsdados, si kur tani Orsdadua tani të themi të vërtetën, që të kishte bururinë e madhe Orsdadua që të merrte ta ketë arrestuar, të ketë futur duar të Erion Veliu Orsdadua, kjo është pak e habitshme, ja kupton. Në një gjithë do diskutojmë dhe për këtë problem, ndoshta ka të drejtë edhe Erion Veliu. Pra, thamë që më shumë lufton me gjyqi me prokurorin, Erion Veliu, se sa të gjyqi vetë, që është halli madh koke. Do të diskutojmë edhe diçka për në këtë pjesë për dritë jetë e projektit Smart City, ku gjithë Shqipëria do të mbulohet me kamera, mbulimi madh me kamera bushat, dhe do ketë Big Brother të madh. Do ketë Big Brother në të gjithë vendin. Ishtë shumë i madh Big Brother, se ti po habitesh ore. Ti po bën si kamerë tani, dhe po më habite mua dhe po më bën për qeshër. Në pjesën e dytë do të flasim për luftën në Iran, në pushimin e saj etj, se po redaktorët e njerëzit e tjetë në lajmërojnë nëse Trump i jep në një urdhër tjetër brenda kohës së emisionit, nëse prishet paqja. Tani për pjesën e parë, Klodiana Lala, faleminderit shumë, Eugen Beci, Pret Zoga e Andi Bushati, shumë faleminderit. Faleminderit. Të gjithë kundër paraburgimit, tani. Kreu i Gjykatës së Lartë, thamë zonja Lala, Sokol Sadushi ka ndërmarrë një nismë për rishikimin e praktikës për masën e sigurisë arrest me burg.